Geopolitika e lindjes së mesme. Strategji e re për Arabinë Saudite, Turqinë, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara. Pasi mediat shpallën Joe Biden si prezident i sapo zgjedhur amerikan, shtetet e lindjes së mesme u vendosën për një ekuilibër të ri të fuqive, duke bërë një kthesë në politikë. Kriza midis Katarit dhe shteteve të tjera të Gjirit po përfundon, ndërsa Arabia Saudite po kërkon të krijojë marrëdhënie të mira me Turqinë. Për një kohë të gjatë, Arabia Saudite, Egjipti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe vepruan bashkërisht kundër Turqisë në rajone të lindjes së mesme dhe Afrikës. Lufta dhe konkurenca për dominim midis Turqisë dhe këtyre vendeve shtrihet nga bashkëpunimi i tyre me Greqinë në Mesdheun Lindor deri në Siri, Libi dhe pjesën tjetër të Afrikës. Sidoqoftë, para takimit të fundit të G20, mbreti saudit i bëri thirrje presidentit turk Erdogan të rregullojë marrëdhëniet, duke i bërë thirrje Turqisë të bashkëpunojë, sipas raporteve të medias. Zgjedhja e një presidenti të ri të SBA-s ka shkaktuar një zhvendosje në politikën e vogël të shtetit në lindjen e mesme, Evropë dhe Azi, duke filluar me Turqinë, e cila ka filluar me ndërrime brenda administratës shtetërore, veçanërisht Ministria e Financave dhe Thesarit. Shumë vende të tjera po përgatiten për ardhjen e presidentit të ri amerikan. Në të njëjtën kohë, Turqia ka filluar të dërgojë mesazhe të afërsisë dhe bashkëpunimit në Bashkësinë Evropiane. Arabia Saudite po bën diçka të ngjashme në një përpjekje për të zbutur marrëdhëniet me Turqinë. Le të kujtojmë periudhën para Trump, kur presidenti Obama bëri një marrëveshje bardhamore me Iranin, duke i futur shtetet si Arabia Saudite dhe Izraeli në një gjendje paniku. Dekada më parë, në rajonin e Afro-Euroazisë, midis Iranit dhe Arabisë Saudite, u zhvillua një luftë ideologjike në shumë vende muslimane, ndërsa Arabia Saudite kërkoi të financonte përhapjen e vahabizmit. Irani bëri të njëjtën gjë me qëllimin e përhapjes së ideologjisë shiite. Sidoqoftë, pas marrëveshjes së Obamës me Iranin, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe ju kthyen Turqisë, duke shpresuar që Turqia të jetë aleati i tyre kryesor kundër Iranit. Gjatë asaj periudhe, masa e turistëve dhe investorëve sauditë sollën paratë e tyre në qytetet turke, por me ardhjen e Trump dhe daljen e tij nga marrëveshja bardhamore dhe fuqjen e sanksioneve të reja kundër Teheranit, pati një kthesë në politikën e shteteve të Gjirit, të cilët Trump drejtoi drejt normalizimit me Izraelin. Politika cariste e Rusisë në lindjen e mesme, përpjekja saudite për të fituar Rusinë kundër Turqisë. Pasi u ra dakord për blerjen e S-400 midis Rusisë dhe Turqisë, Arabia Saudite shprehu një dëshirë të ngjashme për të blerë këtë sistem, duke premtuar investime të mëdha në përpjekje për të blerë Rusinë. Sidoqoftë, pas qortimit amerikan, sauditët hoqën dorën nga ideja e prokurimit të sistemit rus. Me kthimin e Rusisë në politikën e saj perandorake, daljen në detet e ngrohta dhe zgjerimin në Afrikë, bashkëpunimi midis Rusisë dhe Turqisë në lidhje me Sirinë dhe Libinë ka shqetësuar seriozisht Arabinë Saudite. Arabia Saudite është përpjekur të impunohet si një partner rus në këto rajone, në vend të Turqisë, por pa sukses. Përveç kësaj, koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite, pavarësisht blerjes së armëve të papërpunuara, nuk arriti të arrijë fitoren në Yemen në luftën kundër grupeve pro-iraniane. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë arritur të arrijnë qëllimet e tyre kundër Turqisë dhe Katarit, as nuk kanë mundur të mposhtin Iranin në Yemen. Në të kaluarën kishte një përpjekje për të krijuar një tubacion të naftës dhe gazit nga Katari dhe Arabia Saudite përmes Zirisë, i cili do të transportonte naftën saudite dhe gazin e Katarit përmes Turqisë në Evropë. Ky projekt energjetik u mbështetën nga administrata e atëhershme Obama në Shtetet e Bashkuara. Me ndërhyrjen e Iranit dhe Rusisë në Ziri dhe ndikimin e tyre në presidentin Assad, ky plan u rrëzua sepse Assad u tërhoq nga marrëveshja me Shtetet Arabe. Sidoqoftë, me ardhjen e Biden, Rusia do të bëhet përsëri objektivi kryesor amerikan dhe qëllimi kryesor i Biden do të jetë parandalimi i integrimit energjetik të Evropës dhe Rusisë, i cili është themeli i strategjisë amerikane dhe politikës së jashtme në Europë. Gjatë mandatit të Trumpi i ofroi Europës gazin e lëngshëm natyror LNG, një alternativë të caktuar kundër bashkëpunimit energjetik midis Rusisë dhe Bashkisë Europiane. Megjithatë, Biden mund të heqë dorë nga kjo ide. Në fushatën e tij zgjedhore, Biden njoftoi se do të përqendrohej në burimet e ripërtëritshme të energjisë, duke refuzuar gradualisht
ish gazin dhe naftën, gjë që shojnë në pasiguri në tregun amerikane të energjisë. Kjo mund të riaktivizojë idenë e tubacionit të naftës saudite dhe tubacionit të gazit të Katarit në Europë përmes Turqisë, në mënyrë që ta nxjerrë Rusinë nga loja. Normalizimi i marrëdhënieve midis Katarit, Arabisë Saudite dhe Turqisë është aludimi i parë i një zhvillimi të tillë. Për më tepër, autoriteti turk i konkurrencës ka miratuar të drejtat e investimeve për kompaninë e naftës në Arabinë Saudite Aramco, njoftoi këtë javë gazeta turke Birgën. E gjithë kjo do t'i sillte Turqisë investime dhe fonde të mëdha nga bota arabe, e cila natyrisht po zhvillohet në bekimin amerikan e strategjinë e shtypjes së integrimit energjetik ruso-evropian. Në të gjithë këtë, vendi kryesor është Turqia. A do t'i kthejë shpinën Rusisë dhe do t'i përkushtohet bashkëpunimit energjetik me Shtetet Arabe dhe Shtetet e Bashkuara, apo do të përmirësojë në bashkëpunimin e saj aktual me Rusinë? Kursi i bashkëpunimit në të ardhmen midis Rusisë dhe Turqisë brenda Azirisë mund të na japë një përgjigje për këtë pyetje.